Çfarë këshille keni për njerëzit që kanë obligime të përditshme? Dihet që energjia bie pak gjatë agjerimit, ka më shumë lodhje, po në anën tjetër njerëzit kanë obligime ditore. A duhet i shmangën atyre, ta shmangin punën ose obligimet e tjera? A ka kështu këshilla për praktike? Normal, se kur ne gjatë vitit që kur sejm ka pak, edhe kur dje gushti me shku në pushime, njeri do të llogarit edhe punë të vete. 11 muj i ban do punë pak e zmatrona, edhe një muj pak e kurdis, e regullon, që me pas ma pak punë, por nëse dikush ka një punë tronës që duhet pa tjetër me kry, të më normal që aje nëse ka, por në këtë aspekt inderuar, gjithse kush jemi hoxhë në vete, pse? Zotin nuk ka ngërku asgjë ma tepër se sa. Edhe çdo njëri, se sa mujna me duruna, çdo njëri prej nesh nuk ke nevojë as me vetë mjekun, as me vetë hoxhën. Po e shet që Ramazani shkatërën shëndetin tanë. Ramazani nuk ka qëllim shkatërimi shëndetit. Pra, ato çdo kush e përjeton vetë edhe është hoxhi vetë çdo kush edhe. Pra, është mirë me programu punë të rana, me u largu nga punët e rana, nga punë që janë 10 orë, 12 orë, 13 orë për arsye se i agjerushëm, mirë, por nëse është e domosdoshme atëherë normal që ka punë që janë të detyrueshme të shtetit, të fabrika, të zëheroreve, ato e vlerëson vetë personi. Ramazani është më shumë çështje personale, shpirtërore, apo duhet të shërbejë edhe për lidhje mes njerëzve, mes familjarëve, miqve, vizita të ndërsjella? Si është tash organizimi kolektiv? Po, Ramazani spari është detyrë që kemi obligim me kry urdhën e Zotit. Pra, çdo besimtar qëllim e ka me kry urdhën e Zotit. Por nuk përjashtohet që në Ramazan ka dobi shoqërore, shëndetësore, ekonomike, politike, sociale, pra përfshien ngërthehen shumë të mira brenda Ramazanit. Vizitat e njëri tjetrit, ngritjen e leximit ma tepër, çdo gjë që e bën njeriu në Ramazan është mirë me bo pakës ma tepër për jetë mujt madhërshëm të Ramazanit. Edhe vizitat të njëri tjetrit, iftari, sikur është për shembull. Njeriu është mirë të shkon të bën iftar të një sebeb i vetit, të një dashamir i vetit, të një mik i vetit, për një kujshi i vetit, pra ose edhe me dhon një iftar, një nevojtari që ka nevojë. Pra, mundohemi me i bo lidhet më të forta. Edhe nëse në këtë muj i bojmë lidhet më të forta, tani edhe 11 muj kemi mi pas pak. Nështë ta muj me qalu ata mujtje, po prap vjen Ramazani tjetër edhe shëndërojnë lidhet alo më të forta. Edhe si popull, edhe si shoqëri, po edhe si individ, edhe si familjar. Qysh mahet në Kosovë, Ramazani? A dallon diçka tradicionalisht prej vendeve të tjera, ku ka besimtar? Unë jam, bukur moti jam imam që 42 vite, edhe i di konat. Ma herët ka qenë pak e më vështirë, për arsye se ka qenë sistem komunist, edhe njerëzit ndoshta edhe i kanë provoku, pse kanë agjeru, mirë po ka pas për aty në besimtarëve të sinqert. Unë kur kam qenë imam në veçanë Suarekës, më kujtohet një plak, s'pe përmeni amen, dhe i ke hoxh, kur dolin këta klikerat e xhamit, dhe i ke gëzova pse, dhe i ke mërshën një gurit të zallës, tranës, të lumit, e shtisha në gojë, e silësha në përgoj, me kujtuaj shefi komunisti që unë e kam me Ramazanin të hangër, se e kam sheqeri në gojë, a në realitet e kisha gurin e lumit që e kisha mërgoj. E të kur dollin këta me gjam dhe ke, ma isha makalaj se nuk ma prishke gojën. Ka posë dhe për atyne që jenë konë, persekutun, po prapë se prapë. Tash, para lufte ka qenë, kur ra